është pak problematik. Bilali, në anën tjetër, në vazhdën e deklaratave të Trump, vi edhe një gjatë ditës së sotme, ku citoj të ketë thënë se jemi pranë një marrëveshje me Iranin dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Sa realisht mund të merren seriozisht këto deklarata, sepse gjithmonë momentin që presidenti amerikan po deklaron se janë afër një marrëveshje, kemi zyrtarë të Iranit të cilët e demantojnë me njëherë duke thënë se ne as nuk kemi duke dialoguar drejt për drejt me Amerikën pa ndërmjetësuesit. Sa seriozisht mund të merren edhe kërcënimet e Iranit në raport me vendet e gjirit persek, pra kryesisht me bazat amerikane, si dhe deklaratat e Trumpit, cilat thënë drejtën qysh prej fillimit të kësaj lufte kanë qenë me dhjetra të tilla se jemi pranë një marrëveshje. Po, iranianët me sa duket kanë kuptuar lojën dhe taktizimet e Trumpit. Me çdo herë është një mosbesim shumë i madh mes dy vendeve. Po, jo delegacione në këtë rast. Të cilët në një farë mënyrë vetëm përmes ndërmjetësuesve, sidomos atyne pakistanez, edhe të Katarit, Omani mund thuhet është në lojë, po si janë fuqi këto dyja, Katari dhe Omani, të cilët ndërmjetësojnë dhe mesazhet e tyre çojnë pesh në aspektin e asaj që me qenë se blend thëmë drejten, une nuk besoj shumë që nuk kanë kontakte amerikanët me iranian. Nuk i besoj kësaj. Nuk janë publike, thoni? Nuk janë publike. Mendoj që shërbimet e tyre në një farë... Shif, lufta çdo herë menaxhohet. Por mos dalë jashtë kontrollit që mund të sjellë pasoja marramendse dhe të mëdha për gjithë, edhe për popullin e Iranit, këtë rast, po edhe për vendet e gjirit. Do është edhe për vetë Izraelit, kuptuat, por edhe për imigjin Amerikan. Dhe kështu që në një farë mënyrë kemi një situatë ku realisht Amerikanët ka informacione blend ku thuhet që shefi Gjeneralshtabit të ushtrisë amerikane në një farë mënyrë ka pasur polemika ose mos pajtimi me Trumpin. Dhe krejt problemi të rezervat, sidomos sa i përket asaj që njihet mbrojtja... Fjallën për armatimin? Po, për armatim, mbrojtja kundër ajrore, është gjona materiale ose raketat të cilat shpenzohen. Për shembull, Patrioti, pak dyshi, mund të ketë probleme me rezervat. Por nuk e besoj që Amerika thuhet, ka shënime që 1/3 atyre është shpenzuar. E 2/3 ruan për rast rrezikut, azo për Kinën apo për Rusinë në rivalitet. Do thotë shteti me mençurinë e vet nuk i gjitha rezervat nuk i shpenzon. Jo që s'ka Amerika mos kapacitet, megjithatë ka kujdes në atë që mos të shpenzoj dhe të ruhet, mos të vite aja që thash 1/3. Dhe kjo në një mënyrë mendoj që Irani... Po iranianët, si qëndrojnë në këtë aspekt? Irani ka problemet e veta të mëdha, sidomos mund të them në atë që ka njihet mbrojtja kundër ajrore, iraniane ka pas atë dobësi dhe shkatrimin e saj. Por ato që janë me trot nëntokësore dhe raketat të cilat sidomos ka bërë sheker 4-shi apo mund të them edhe pjesërat të Fatahit, dyshit sidomos, po ashtu edhe Segjili, që janë nën tokë. Dhe këto kapacitete dhe dronë Arashi është në përdorim tash pos 136 të dronit iranian. Dhe kjo tregon që realisht Irani është treguar darë dhe fort, thënë drejten, jo që nuk mundet. Luftën do ta fitojnë amerikanët, betejën do ta fitojnë iranianët. Kjo shihet që do vi kështu përfundimi. Me qenë se unë mendoj që gjitha kjo... Sepse realisht edhe pikat e vendosura nga presidenti Trump, ose synimet që kishte të bëjnë me Iranit, nuk është se arriti që ti përmbushte, pra synonte që të ndryshoj regjimi, pavarësisht se u eliminuan disa... Po, lider kryesor... Megjithatë regjimi nuk u ndrua. Jo, regjimi bili është tjek dorë, nuk është as pikë e randit ditës, aja është qashtë... Po pikrish, për të thëmë, pas ku është esenca... Edhe pse unis, me qenë se Amerikanët pak karonin lajthitje të shërbimit Izraelit, të dore në zemër. Shërbimet kanë qenë që ata mund të rëzohen, mund të shkojnë ndoshta 2 javë, 3 javë,
do thotë edhe shërbimet e forta ndonjëherë mund të psojnë. Edhe pse shërbimet iraniane kanë një bashkëpunim jashtëzakonisht të fortë me rusët dhe kinezët. E rëndësishme është Dorentin dhe Blend çështja si do përfundoj marrëveshja për ngushticën e Hormuzit. Kjo është pika më delikate, e cila përflitet që mund të jetë një zgjedhje jashtëzakonisht atraktive ta quaj për Iranin. Shifni kjo pjesa do thot ku kontrolli kryesisht arrijet të mbahet nga forcat e Guardias Revolucionare Islamike. Irani me Omanin kanë arritur një marrëveshje që duket në një farë mënyrë edhe amerikanët me gjys poje deri me tani, pjesa veriore e hyrjes së tankerëve që do bartin naftë dhe gaz, do jetë pjesa të cila e kontrollohet nga Irani. Dhe pastaj do të dalën në Bandar Abbas, në portin iranian, dhe pastaj zhvillojnë rrugën. Kjo do thotë pjesa hyrëse do kontrollohet dhe duhet të merret një leje në pjesën e Bandar Abbasit atje. Nga Irani. Dhe po, kjo quhet pjesa veriore e kontrollit. Dy rrugë. Pjesa dalse pastaj, sa ata kur vinë me marrë mallin, pastaj prap kthehen. Do ta keni marshrut për nga sultanati pjesa e ulave territoriale të Omanit. Dhe kjo pjesë e daljes do jetë një taks për Omanin flitet dikon 3%. Dërsa për Iranin mund të jetë 7 deri në 10%. Do thotë këtu ka mbetë tash të çështja e kësaj tarifës diskutueshme. Nga kjo shihet, kjo vija ndarë se këtu paralele, këtu janë amerikanët janë poshtë, arepërmbajtësit amerikane, të cilat realisht është një gjatësi bukur e madhe, ka disa mila me qindra mile, të cilat nuk afrohen të ura sepse kuptohet. Problemi është që pjesa jugore e Omanit është të minuar nga forcat e Guardias Revolucionare Islamike. Do thotë ende ka punë këtu të bëhet ai pastrimi. Do thotë i kemi dy ruta. Njëra hyrëse e veriut dhe tjetra jugut dalse. Tash kompromisi si do të bëhet këtë pjesë? Çdo gjë bëhet për të arritur tarifën. Iranianët që kërkojnë me këmbgulje, po që se ndodh kjo, atëherë amerikanët nuk mund të krenohen shumë që kanë dalë mirë nga ky muhabet. Sepse aja, mund të them, kapaciteti kryesor bomba nukleare e Iranit është ngushtica e Hormuzit. Tash për tash, edhe pse flitet për rrugë ndryshme që mund që të hapen, po ato nuk zotin për 5-6 muaj, ato mund të shkojnë me 10 vjet, 20 vjet. Se ka mërmet që mirë për shembull Arabi Saudite, në Siri dhe pastaj në Turqi, edhe Pipelini, pastaj edhe për Izraelin ndikon, po ajo them tjetër, do thotë gjitha këto janë për Institutit për Studimet Luftës në Washington. Të dhona të cilat gëjnë me këtë hartën, me pjesën, me mapën ku kontrollohet nga Irani dhe ku do jetë problematika kyçe e pastaj kalohet në programin për teleshikuesit, do thotë është pjesa veriore dhe pjesa dartëse jugore. Këto dy janë në diskutim dhe ka parafrime si pa edhe Marco Rubio, sekretari i shtetit, por edhe të delegacionit amerikan dhe vetë Trumpit, që mund të vim deri te një armpushim dhe arritje të një paqe, kështu të them, të zorit.